Habit studimi i fundit. Nëse i harroni gjërat shpejt, do mbeteni pa fjalë kur të mësoni të vërtetën. Të harruarit shpeshherë është e lidhur me mungesën e inteligjencës sipas praktikës së përditshme. Megjithatë, një studim i kryer nga Universiteti i Torontos pretendon të kundërtën. Sipas tyre, memoria e fortë është një aset i mbivlerësuar, ndërsa harresa mund të jetë për një përfitim inteligjence. Është e rëndësishme për trurin që të harrojë informacionet jo relevante dhe në vend të kësaj të fokusohet në vendime të rëndësishme, potencoi profesori Blake Richard, kryesori i ulëtimeve. Profesori Richards dhe Paul Frankland propozuan që memoria të shfrytëzohet për të optimizuar vendimarrjen dhe për të ruajtur informacionet e vlefshme dhe duke lënë gjërat e tjera të parëndësishme të kalojnë në harresë. Ata thonë se ky aspekt i harresës është ndoshta një ndihmë për ne. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për të evituar gjithashtu informacione të cilat nuk janë të rëndësishme në përditshmërinë tuaj. Nëse vëreni që shpesh harroni gjërat më të rëndësishme në jetën tuaj, gjithashtu edhe në përditshmëri, ka ardhur momenti që të ndryshoni rutinën tuaj dhe të ndërmerrni hapa bazë për të rritur performancën e kujtesës suaj. Sa herë ju ka ndodhur që keni folur për diçka dhe pas një kohe keni harruar atë? Ose keni hyrë në një dhomë dhe të mos kujtoheni se çfarë po bëje ose çfarë do merrje në ato momente? Dhe nëse shembujt e mësipër janë të zakonshëm dhe u ndodhin të gjithëve, ka të tjera akoma dhe më serioze që tregojnë se kujtesa juaj është vërtet e dobësuar. Në fakt, truri i njeriut kurret me një mesatare prej 5% në dekadë pas moshës 40 vjeçare. Diçka që mund të ndihmojë shumë me kujtesën është edhe qëndrimi gjatë dietës, gjithashtu edhe aktiviteteve ditore. Dhe nëse mendoni se kjo nuk vlen për ju, sepse nuk i përkisni kësaj grupmoshe, mësohet se, sipas të dhënave të OBS-s, në vitin 2020, pothuajse 55 milion njerëz në mbar botën u diagnostifikuan me Alzheimer ose një lloj tjetër demence dhe se numri pritet të rritet gjithmonë më shumë, sidomos edhe nga ushqyerja e keqe. Humbja e kujtesës. Megjithatë, nuk do të thotë se diçka tjetër me patjetër duhet të ndodhë në pleqëri, pasi ka disa zakone në jetën e përditshme, të cilat mund të parandalojnë këtë keqformim. Sipas Mark Maystein, një ekspert i shëndetit të trurit dhe doktoratur në biokimi me kërkime në gjenetikë dhe neuroshkencë, ruajtja e këtyre 5 zakoneve të mëposhtme është shumë e rëndësishme nëse doni të keni një kujtesë më të fortë. Si fillim, ai ka renditur gjumin cilësor. Ulëtimet tregojnë se njerëzit me probleme me gjumin janë në risk për të humbur më shumë kujtesë 10 vite më herët se sa mesatarja e popullatës globale. Në shumicën e njerëzve, 7 deri në 9 orë gjumë, çdo natë është gjithçka që nevojitet trupit tuaj për një gjumë cilësor, gjithashtu edhe për një kujtesë më të fortë. Këshillat që sugjerojnë për një gjumë më të mirë janë: mbani një orar të qëndrimit të gjumit. Fikni të gjitha ekranet të paktën 30 minuta përpara se të shkoni për të fjetur. Mund të dëgjoni muzikë ose edhe të meditoni. Dilni jashtë dhe vishuni me rrobat e duhura sipas tinës. Vendosni trupin në kontakt me diellin, gjithashtu mundohuni që të zgjoheni në orët e para të mëngjesit të çdo ditë. Dieta e duhur ushqimore është një tjetër faktor ndikues plotësues për shëndetin tuaj të kujtesës. Ju e dini që shumë ushqim i duhur kontribon jo vetëm për shëndetin e mirë të trurit, por gjithashtu edhe për funksionet e mira të trupit në përgjithësi. Sugjerohet që të shtoni në dietën tuaj peshkun e pasur me omega 3, arrat pa krip ose pa përmbajtje të erëzave të shtuara, perime të ndryshme si për shembull brokoli, fruta dhe avokadot, po ashtu shmangja e ushqimeve të ambalëzuara, sidomos ato të cilat kanë nivele të larta të sheqerit. Evitoni gjithashtu nga dieta juaj pirjen e duhanit. Duhanpirësit kanë 30% më shumë gjasa të zhvillojnë një formë më të mirë të demencës se sa jo duhanpirësit. Përveç pirjes së duhanit, edhe duhanpirja dhe akoma më shumë mbetja e
ambienteve të cilat konsumohet shumë duhan mund të çlirojë kimikate toksike në tru, të cilat do ju bëjnë që me kalimin e viteve të ndikojnë gjithashtu edhe në procesin e kujtesës suaj. Ndaj, nëse jetoni në këto ambiente, përpiquni t'i evitoni ato sa më shumë dhe të mbani në kontakt dritën e diellit sidomos në orët e para të mëngjesit. Ekspertët sugjerojnë që duhet të rregulloni gjithashtu edhe ambientet tuaja ku jetoni. Kontakti social është shumë i rëndësishëm, por një potencial më të rëndësishëm në fuqizimin e kujtesës dhe parandalimin e rënies së njohjes tek këta persona. Një studim i kohëve të fundit tregoi se njerëzit rreth moshës 55 vjeçare që merren ose marrin pjesë në darka ose në tubime të tjera shoqërore kishin më pak gjasa të humbisnin kujtesën e tyre. Socializimi i tyre kontriboi në këtë drejtim. Edukimi i vazhdueshëm dhe vendosja e trurit në punë gjatë gjithë jetës, duke vënë gjithashtu edhe mësimin e gjuhëve të reja, ose edhe lojrave të ndryshme që vendosin trurin në telefon, siç janë në fjalë kryqet, mund të bëjnë që të mos pësoni këto ndryshime të mëdha në shëndetin e kujtesës. Mund të rrisni kujtesën edhe me disa hapa të thjeshtë. Mos e lini trurin tuaj të bëjë pushim. Përpiquni që ta informoni atë me informacione të reja dhe të jeni në kontakt të vazhdueshëm me shoqërinë tuaj. Sipas ekspertit, këto janë hapat e duhur për të pasur një kujtesë më të fortë, gjithashtu edhe me kalimin e viteve. Truri është gjatë gjithë kohës në punë e madje edhe kur jeni në gjumë. Kjo e bën trurin organin më energjidashës në të gjithë organizmin. Truri zë 2% të peshës së trupit tonë, por ama konsumon rreth 20% të energjive dhe kalorive që marrim çdo ditë. Thënë në shkurt, truri ka nevojë për ushqimin e duhur, por ushqimi duhet të jetë cilësor dhe i duhur për të. Ekspertët e Healthline kanë renditur disa ushqime bimore, të cilat ushqejnë dhe plotësojnë kërkesat ditore të trurit. Avokado. Avokado shton qarkullimin e gjakut në tru, ul kolesterolin dhe përmirëson edhe përthithjen e antioksidantëve në të. Avokadot gjithashtu përmbajnë antioksidant, vitaminën E, të cilat mbrojnë trurin kundër radikaleve të lira dhe dëmet të shkaktuara prej tyre. Avokado është një burim shumë i mirë i pasur i kaliumit, që do të luajë një rol plotësues, energjizues për shëndetin tuaj të trurit. Ndaj, shtimi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë gjithashtu edhe një zgjedhje shumë e mirë në aktivitetet tuaja të përditshme sociale. Përveç avokados, edhe boronicat janë një ushqyes shumë i mirë për aftësinë e kujtesës suaj. Boronica gjithashtu është e plot fuqishme fal antioksidantëve që ajo i përmban. Këto substanca mbrojnë trurin nga dëmet oksiduese dhe stresi që shkakton edhe plakjen e parakohshme, sëmundjen e Alzheimerit, madje edhe problemet e sklerozës. Flavonoidet që gjenden te boronicat përmirësojnë komunikimin midis nervave, përmirësojnë kujtesën, aftësinë të mësuarit, të kuptuarit, arsyetuarit, vendimarrjes, shprehive dhe aftësive numerike. Gjithashtu edhe arrat janë një aleat shumë i mirë për shëndetin tuaj të trurit. Sipas ekspertëve, shtimi i arrave në dietën tuaj të përgjithshme do t'i ofrojë atyre edhe omega-3, e cila është shumë e rëndësishme për aktivitetet e trurit. Rozmarina, sipas WebMed, është një alternativë, e cila, si erza mjaft e mirë e cilësuar për shëndetin e kujtesës, do të përmirësojë qarkullimin e gjakut në tru dhe do të parandalojë gjithashtu komplikacionet e tij. Ajo përbën një shtesë shumë të mirë në gatimet tuaja dhe mund të jetë fantastike në detoksifikimin e trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve siç është për shembull edhe rënja e kujtesës. Në dietën tuaj duhet të shtoni drithrat e plota. Drithrat e plota janë shumë të pasura me komplekse fibra, të cilat sipas ekspertëve janë fantastike edhe me omega-3 që mbrojnë zemrën dhe trurin nga dëmet të shkaktuara kryesisht nga sheqeri, kolesteroli, gjithashtu dhe mpiksja e gjakut. Nëse jeni një person që keni rënje të theksuar të kujtesës, konsultohuni me mjekun tuaj përkatës për të evituar dyshimet e mundshme që mund t'i kanosin shëndetit të trurit tuaj dhe të mos shkaktojnë gjithashtu rënje të aftësive të kujtesës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video
kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.